Izraeli shpall rrethimin e Rafahut në jug të Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se ka përfunduar rrethimin e qytetit Rafah dhe ka mbyllur ndërtimin të ashtu quajturit korridori Morag, duke ndarë Rafahun nga Khan Younis në jug të rripit të Gazës. Në një deklaratë, ushtria tha se forcat e divizionit 36 kanë përfunduar rrethimin e Rafahut. Gjithashtu, sipas saj, në 24 orët e fundit, trupat kanë përfunduar kapjen e korridorit Morag, i cili kalon përmes jugut të Gazës midis Rafahut dhe Khan Younisit. Ky zhvillim pason një raport të gazetës Haaretz, e cila zbuloi se ushtria izraelite po përgatitet të përfshijë Rafahun në një zonë që përbën rreth 1/5 e rripit të Gazës në një të ashtu quajtur zonë tampon, ku palestinianësve do të ndalohet hyrja. Gazeta e përshkroi këtë lëvizje si zhdukje të qytetit. Sipas Haaretz, zona tampon e planifikuar shtrihet në 75 km2 dhe përfshin zonën midis korridoreve Philadelphia dhe Morag, duke përfshirë Rafahun dhe lagjet përreth. Korridori Morag është mbanemër në një vendbanim izraelit palishëm që ndodhi diku në Gaza përpara tërheqjes së jashtme të Izraelit në vitin 2005. Ai shtrihet midis Khan Younusit dhe Rafahut në jug. Në 2 prill, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha në një deklaratë në video se do marrin kontrollin e korridorit Morag, i cili do të jetë një korridor shtesë për Philadelphian. Të njëjtën, grupi palestinian Hamas akuzoi Netanyahun se po përpiqet të vendosë një status të ri në Rafah me synim izolimin e Gazës nga pjesa tjetër e botës arabe. Ushtria izraelite rifilloi ofensivën e saj të përgjithshme në Gaza më 18 mars, duke shkelur anëpurshimin dhe marrëveshjen për shkëmbim të burgosëve që ishte në fuqi nga janari, që nga tetori i vitit 2023 më shumë se 50.900 palestinianë, shumica gra dhe fëmijë janë vrarë nga ofensiva izraelite në rripin e Gazës. Gjykata ndërkombëtare penale lëshoi një nëntor urdhër areste për kryeministrin e Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte kundër njerëzimit në Gaza. Izraeli përballet gjithashtu me pati për genocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze, por lufta filloi pikërisht nga veprimet terroriste të Hamasit.